Përshëndetje të dashur miq, sot në këtë podcast unë kam përsëri privilegjin të kem një djalë të ri me të cilin do të diskutojmë shumë gjëra të bukura dhe ai ndodhet në një fazë të caktuar të jetës së tij, ka mbaruar shkollën e mesme, nuk ka vajtur akoma në universitet, është në këtë fazë kalimtare, por nuk do të flasim për këtë, do të flasim për gjëra krejt ndryshe. Unë do të them vetëm emrin e tij dhe ai do të na prezantohet vetë. Kam nderin të kem Elio Çan. Shumë faleminderit për prezantimin foni. Jam Elios, jam 19 vjeç, kam mbushur para pak ditësh. Jam futur tani në një etapë të re të jetës sime. Po afron tani dhe koha për universitet. Kam filluar dhe përgatitjet normalisht, por sot jemi për të folur më shumë se sa thjesht përgatitja ime për universitet, por për të futur në një bisedë shumësore. Po falenderoj shumë për ftesën. Të lutem. Kjo është ajo që e bëri çik të ndryshëm këtë prezantimin tënd. Unë do të thosha të kam parë në disa podcaste të tjera. Pavarësisht të kam miq edhe në Facebook prej vitesh. Të mbaj mend që të vogël, jo kaq, sa jetë, se tani më ke kaluar, më ke dalë sipër në gjysmë metri. Ju të pëlqejnë tema sociale. Si u gjende pranë tyre? Ke dikën nga familja që të nxit vetë çfarë ka ndodhur apo ke lexuar kaq shumë? Është e pamundur që të thuhet që një njeri të mos ketë informacion mbi tema sociale ose mos të tërhiqet. Ne jemi një brez në fatin ton të mirë që vërejtojmë shumë. Është një aftësi që brezat përpara kanë pasur shumë të vështirë. Jemi në një periudhë që i thon post-tranzicioni dhe për këtë arsye kemi luksin për të vërejtuar. Ke fjalë për internetin, për celular, për këtë? Absolutisht. Është një temë e cila, sidomos temat sociale që na prekin në përditshmëri, që për internetit, që për jetës në përditshmëri, që flasim në rrugë që i shikojmë. Te realiteti shqiptar mund të themi se pjesa në përditshmërinë tonë, ne shohim shumë temat që kanë të bëjnë me politikën, që lidhet gjithsesi me rinin sot, aty është fokusi. Është pjesat sociale që lidhet me sociologjinë, psikologjinë e njeriut mbi të gjitha. Ajo që ne analizojmë. Në një popullacië si Shqipëria është shumë vështirë, e sidomos tek rinia, ku ndahen në grupe dhe këto grupe kanë në grupet e tyre. Grupe dhe në grupe. Është shumë vështirë që të kategorizojmë një rini shqiptare, t'i vëmë një titull, një mirëfilli. Megjithatë, nëse është e lehtë për të krahasuar nëse ata mbajnë kombësinë shqiptare, por kjo është gjë shumë e ndryshme nga të qenit. Tjetër gjë ajo. Është tjetër gjë komplet. Por nëse do të marrim mirëfilli se ku gjendet rinia në këtë mes, patjetër është shumë vështirë për ta kategorizuar. Kemi konfuzion mes të rinjve se ku vend, çfarë bëjnë, si e kërkojnë të ardhmen e tyre, apo janë në një kaos total, nuk dim çfarë bëhet, nuk dim nga vend, apo ata që kanë përcaktuar në moshë pak më të vogël, 16-17 vjeç, sepse do studiojnë, e kanë më të qartë. Apo janë në kaos derisa mbaron të mesmen. Të paktën në brezin tim, të paktën pjesa kur futesh në gjimnaz është një periudhë shumë decisive për të ardhmen. Ka shumë të rinj që në vit të parë janë futur me pretendime shumë të larta, flasin për një shkollë të mirë, një degë akoma më të mirë, por kjo degë mund të jetë përcaktuar nga prindërit e tyre mirëfilli. Ndërkohë në mendimin e tyre kritik gjatë viteve të gjimnazit është parë që kanë ndryshuar mendimin e tyre dhe ndoshta kanë ndjekur ëndrrën që ata kanë pasur. Zotrote, un kam të dhëna, siç thon ca gazetar, kam nga informacione, burime të ndryshme që ti do të vesh studiosh për mjeksi. Dëshira jote apo e prindërve të tu? Prindrit mund të them që s'kan as lidhje më të vogël flasim sepse fare. Mami ka mbaruar për gjuhë letërsi, babi për gjuhë frënge, është komplet sektor tjetër që s'ka lidhje fare. Mund të themi që kanë qenë eksperiencat e jetës të cilët më kanë bërë që të dashuroj me këtë profesion. Është një profesion që më shtyn për te anës flasim monetare, sepse sa që them do të vazhdoj për mjeksi, gjë e parë që më thon, po, do jesh shumë nga ana ekonomike, s'do qash ndonjëherë. Ta thonë dhe këtë, Është gjë e parë që thonë, biles edhe kur të referojnë, thonë është doktori, nuk thonë asnjë emër, harrojnë emrin që ti ke dhe thonë është doktori, krijon një tjetër. Po për ti kësaj, është ana humane e gjës. Është një profesion që jep shpresë, jo vetëm profesioni mjeku, çdo profesion që ka për synim të ndihmojë njerëzit. Të pëlqen? Absolutisht. Nuk po them specializim, se unë e di, do me thënë, nga të dhënat që kam, nga informacionet që kam, unë di çfarë ke qefti, po nuk po e them tani. Do ta themi kur do të pres pas 10 vjetësh, kur të mbarosh, dhe do ta them, unë po deshe ta jap të shkruar që tani, se çfarë ke qefti ta bësh, do ta shkruaj, do ta mbyllim në zarf, do ta hapësh pas 10 vjetësh. Do ta bëjmë. Patjetër. Okej. Mediat ju ngatrojnë apo ju sqarojnë më shumë?
Në burimet që unë kam të paktën dhe nga miqësia fillove si gazetar, nga burimet që unë kam, është shumë vështirë që të themi se media ka një impakt tek rinia. Të paktën emisionet që bëhen gjerësisht, edhe ato pak emisione që janë të dedikuar rinisë, shfaqin një anë, të paktën në pjesën më të madhe të tyre, një anë të rinisë që shumë prej vetë të rinjve e kritikojnë. Kjo është ajo që bën përshtypje. Përse ke fjalën? Flasim emisione që bëhen, mund t'japim emra nëse duhet. Jo, mund t'i kalosh për ciptas. Mos t'jemi flasim, mos t'jemi specifik, Po. por të paktën në një gjerësi të madhe të tyre, edhe media ndonjëherë ka shumë probleme në përfaqësimin e të rinjve. Është ajo që unë thash. Te ata që përzgjedh dhe Te ata që përzgjedhin, po. Mos harrojmë që kemi dhe biznes në këtë mes. Media është biznes. Media është biznes, media është biznes. Po, tani Media është biznes. ne flasim për stacionet kombëtare. E vërtet, e vërtet. Ata kanë një detyrë tjetër dhe mediat private kanë një detyrë E tjetër. vërtet. Por nga të dyja palët shikohet që është një interes shumë i pakët për rinin. Edhe në ato pak emisione që bëhen, duket sikur duan të imponojnë një realitet tek shoqëria. Një realitet i cili jo domosdoshmërisht është i pëlqyeshëm nga të gjithë. Por mjafton që të sjellë një fitim të caktuar, të bëj klikime në rrjetet sociale dhe ky normalisht do të jetë profitable, do të ketë një fitim. Ju flisni për korrupsionin kur shkoni me shokët? Korrupsioni për ne është një temë shumë e ndryshme nga ajo që flitet për ditëshmëri. Ne shikojmë korrupsionet për gjyqtarët, korrupsion prokurori, korrupsion në qeveri e tjerë me radhë. Korrupsioni tek ne mund të nisi tek ata që flasim, kam shumë miq që janë në universitet. Po. Dhe korrupsioni i tyre që flasin është nota që ata marrin në universitet. Nëse ata marrin. Po. Nëse ata marrin një notë të mirë, flasim cila është një tendencë, një përshtypje që ata kanë për universitetet. Që të marrësh një notë mirë në universitet, një pjesë e madhe të rinjve pretendojnë që duhet të kesh një familje që të ketë pushtet, ose duhet të kesh të ardhurat të mira ekonomike dhe kështu do ta kesh më të lehtë për përfitimin e notës. Pse nuk është kështu? Nuk e kam provuar universitetin që të them. Do flasim. Po. Flitet. Ama flitet gjithmonë. Është gjithmonë një paragjykim që i caktojnë dhe pedagogëve në universitet, të cilën thonë që janë të blefshëm. Ti si do ta ndeje veten? Ti je i barabartë apo i privilegjuar? Ke ndjer privilegj në shkollë të mesme ti? Privilegj. Personalisht flas. Privilegj. Nuk mund të them se s'ka pasur zysha që i kam dashur dhe më donin dhe më ndihmonin. Por ama kjo do të thotë se puna ime ishte me pak fjalë ajo gjëja që ndikonte më pak. Po ke parë. Por ama kjo do të thotë se s'ka pasur dhe mësues të cilët kanë dashur të bëjnë privilegjet e disa të tjerë dhe të heqin disa prioritete nga të tjerë. E ke ndjer atë, domethënë? Është gjithmonë një mungesë që do kesh, sikur edhe në gjë më të vogël, ndoshta njeriu nuk është më e mira për ta bërë, por tek e fundit është njeriu, është human. Në momentin që ai e krahason që dikush tjetër është më mirë se tek ai, të paktën nuk janë kushtet barabarta. Kur luhet në kushte jo të barabarta, njeriu me të vërtet ndihet keq brenda tij sikur dhe në fakt ja het fajin vetes, akuzon veten. Pra problematikën përpiqet ta gjetë tek vetja. Ndërkohë në një moment reflektiv që i shkëputur nga ky realitet, e kupton mirëfilli që i bën një analizë më të thellë gjës dhe përpiqesh që të gjesh një reflektim të ri. Okej. Në ato tavolinat tuaja rinore, flitet për ide apo vetëm flitet për TikTok dhe flitet për horoskop? Se më ka qëndruar në çast që unë i flasë, çfarë horoskopi e ti? Më thënë, pa lidhje fare, direkt në prezantimin e parë, në 2 minutë që në parë, çfarë horoskopi e ti? Dhe pastaj gjithçka fillon nga horoskop. Këtu mbesim, këtu fillojmë analizën e shokëve të shoqjeve që përzgjedhim. Është e vërtetë në fakt që horoskopi është një objekt referimi për bisedat. Një objekt nisma e bisedave. Në shumë tavolina për të rinjve, gjë e parë thonë horoskopi. Dhe futen ai shtella akoma sa përcaktojnë dhe ecurinë e ditës tënde duke bazuar tek ajo. Të paktën tavolinën time shoqërore nuk dua të mbivlerësoj miqtë e mi, por përpiqemi që të jemi pak larg ndaj procesit fatit. Jemi në tavolinat tona të paktën përpiqemi që të jetë një bisedë organike, një bisedë e cila të ketë lidhje me problematikat që ne hasim në përditshmëri. Nuk jemi nga ata tipa që do shajmë vetëm hallet. Mirëfillt. Sigurisht do bëjnë shaka, do bëjnë shaka. Do flisim për sport, do flisim për modë, nga gjithë fushat e mundshme, e mbi gjithë tek sporti. Tek sporti. Me prindrit si keni marrëdhëniet? Domethënë, aty që vinin në tavolinë, flisim, u bëra fjalë me plakun. Me plakun, e vërtet, i referohen shumë gabim. Është term shumë i gabuar të krahasosh prindin me plakun ose plaka. Janë terma për mendimin tim, pak në gjykimin tim personal, shumë diskriminues. Jo, e kanë si domethënë,
ne jemi të distancuar nga ata janë pleq, ne jemi giovanotti, jemi të rinj. Të paktën të thuash që një prind mund të jetë 26 vjeç dhe fëmia ti thotë që është plaka ose plaku është. Kështu e konceptojnë. Pse si thon? I thon. I thon pra. Është futur biles edhe në moshat më të vogla. Ajo që unë duhet të di, grindja që ose ato përplasjet që kanë në familje, pse mund t'i bëjnë? Të rinë, kush i ndan? Duan para më shumë, duan liri më shumë, duan privilegje më shumë, çfarë duan? Liria mund të jetë një pretekst, mund të themi. Sepse të paktën tek prindit e mi nuk shoh që të jemi të cënuar të paktën në pjesën e lirisime, nuk është se më kanë vënë kufi të saktuar. Normalisht që më kanë shpjeguar që ka disa gjëra që janë të mira, ka dhe disa gjëra që janë të këqija. Në çfarë nditesh në shtëpi zot Rote? Personalisht, të paktën në turnin që unë bëj, jam nga ora 2 deri në 10 të darkës, pra më detyron vetëm një disi që unë të kthehem në një orë të vonë në shtëpi. Do të vesh ta zhbukë dhe s'kem fuqi të dalësh më jashtë. Kjo është. Po kur s'ke qenë në punë? Kur s'kam qenë në punë, flasim duke qenë se jam para universitetit, duhet të përmbledh dhe veten. Pra shumë vështirë që të menaxhosh dhe kohën. Pa çfarë mbledh veten, sa orë në ditë lexon ose më lodh dhe sa orë në ditë lexon? Flasim të paktën literaturë, mund të lexoj rreth 1 orë në ditë. Ndërkohë pjesën tjetër janë kurset, janë materialet që duhet lexosh, duhet përgatitesh. Ti po përgatitesh në gjuhën greke, edhe njëkohësisht edhe shqiptare. Greke është më vështirë sepse janë materiale shumë të pakta që kanë në Shqipëri. Megjithatë interneti ta jep luksin për të pasur kontakte të vazhdueshme edhe me literaturë greke. Dakord, po duhet të them ju ngrini ndonjëherë ose kur keni një shqetësim, si shoqëri po flas, nëse keni dashur të ngrini zërin, në shkollë të mesme apo këtu, apo është zë i humbur në shkretë të tjerë kështu kot. Ç'të bësh, jemi të humbur, nuk na hapet dera, nuk na bëhet, se shoqata ka plot, OJF ka plot. E di sa kemi? Sa? Më shumë se ç'mund të kemi organizata fetare. Më shumë se ç'vjet ke ti. Janë mbi 21.000. Të merr kur i dëgjon. Por ato janë me funksione të ndryshme. Vërtet. Ka ndonjë organizatë rinore që ju përfaqëson sepse shikoj që vetëm bën aktivitete nuk e di. Përciptase. Shumë përciptase. Ti do më thuash, se unë s'di. Mos gjykoj kot. Fatmirësisht unë jam pjesë e një emisioni që bëhet në radio televizion. Kam fatin për të qenë pjesë, të paktën më sa kam mundësi. Kam marrë pjesë në disa puntata. Të paktën mjedisi që kemi krijuar ne në atë sektor është shumë familjar. Jemi shumë të dashur me njëri tjetrin, nuk kemi probleme grindjes. Sa veta janë aty? Aty mund të jenë mbi 20 veta që marrin pjesë. Në studio është paneli 3/3, pra janë 6 veta që marrin studio, përfshirë dhe drejtuesin e emisionit. Po për te kamerave, ajo që ka më shumë rëndësi nuk është relata që ti ke para kamerës me tjetrin, ajo çfarë ndodh pas kamerës. Sepse kamera shpeshherë mund të tradhtojnë atë që shfaq. Mendoj se kemi formuar një grup mjaft të mirë dhe për këtë arsye ndjej veten të privilegjuar në një farë sensi që kam pasur fatin që të njihem dhe me njerëz të tillë. E ndjen veten të lirë apo të roboruar nga opinioni? Kur të shikojnë, thonë, a ç'i kishe ato? Të gjykojnë, ç'i ke ato mendimin, ato ballëqe? Na bën të zgjuar, na bën filozofin. Po të hedhin romuzit e hedhin, mos e diskutosh tash. Për të thënë të drejtën, kam marrë mendime pozitive dhe nga njerëzit që se mendojnë ndonjëherë që do merja. Nuk duhet të jem surrealist, ka dhe njerëz që kritikojnë dhe unë jam kritiku më i madh i vetes sime. Që i thua vetes çfarë? Unë asnjëherë nuk e kam parë veten në televizor. Kjo është gjë tjetër, do të flas, kjo është një frikë tjetër. Do të bisedojmë psikologjikisht kur të marrësh çfarë do. Nuk e kam parë veten në televizor. Megjithatë arrit të mbaj mend se çfarë kam thënë. E kam patur dhe unë atë problem. Atë që ke ti. Megjithatë arrija të mbaja mend çdo gjë që kam thënë dhe se mund të themi, nuk e di, sikur ta thosha ndryshe këtë gjë. Megjithatë kjo nuk është një problematikë e madhe sepse mendimi është i çastit tek e fundit. Okej, shumë akuzojnë shkollën. Shkolla duhet të bëj këtë, shkolla duhet të bëj atë, shkolla duhet të merr me edukim, shkolla. Mendon se është shkolla apo familja? Të dyja. Sa? Në çfarë raporti jep se ti kaput një dhe vetë shkolla është një familje e dytë. Në realitetin që të krijon me njerëzit është thuajse pashmangshët, pakën. Lidhjet që janë formuar, flasim lidhjet shoqërore, që janë formuar gjatë gjimnazit, kanë tendencën që të zgjasin më shumë në kohë, të paktën dhe pas universitetit. Por janë lidhjet ato që formojnë gjimnaz, janë njerëz si ti një, pra çfarë karakteri ti shfaq me të tjerët. Është shumë ndryshe koncepti që ne na thoshin nga shkolla nëntëvjeçare në gjimnaz, shumë koncepte të ndryshme. Në gjimnaz ti ke luksin që ti jesh me një mentalitet tjetër njerëzish, janë njerëz që janë më të përmbledhur, tentojnë që të jenë më të pjekur. Vin nga zona të ndryshme të Tiranës. Vin nga zona të ndryshme. Nuk është nga lagja jote. Vin nga zona të ndryshme të Tiranës.
Pra se është një luks, një favor që ti ja ke dhënë vetes të paktën për të shpërfaqur edhe ti karakterin tënd. Por, ka gjithmonë një por. Në tendencat që ka, ajo që do thusha që ta ndërlidh dhe me pjesën e parshme, çdo kush është autoritar me të tjerët derisa telefonit i bie mami. Mami është ajo që vendos urdhrin kudo për gjithë. Është një Edhe për babin. Edhe për babin. Është, si mund të themi, është një ligj i heshtur, por ama i cili merr çdo kudo. Dhe ti e ndjen këtë. Të gjithë. Jo vetëm tek mua. Ti e ndjen këtë. Të gjithë. Vëzër motra të tjerë ke? Jo, fatkeqësisht ose dhe fatmirësisht jam fëmijë vetëm. Po, këtu e 19 vite. Dakord. Në këtë imazhin tënd, që shikon të shokët e shoqet, kemi dhe një imazh të rrjeteve sociale, që ne edhim një imazh të caktuar atje, në Instagram, në Facebook, as ka rëndësi në Twitter. Si e shikon ti, a përputhet ajo me realitetin, me atë imazh që ne krijojmë virtualisht me atë që jemi? Sa e ke gjetur ti? Është vështirë, shumë vështirë, sepse një realitet i dhënë, realitet i gatshëm, është një realitet i cili peshkon njerëz, peshkon mendimet njerëzve. Disa pika që njerëzit më përpara i dukeshin si në jetën e përditshme dhe habiten kur i gjejnë në realitetin virtual. E kam dhënë vetë këtë gjë, shumë stereotipe që mund të jenë të paktën në Shqipëri. Po të marrim ato stereotipe që përcaktojnë të shqiptarët. Jo shishja e ujit që përdoret si raki. Jo tema tjera që janë thuajse në përditshmëri. Janë kur shpërfaqen në realitetin virtual, të bën të ndihesh sikur nuk je i vetmi që i ke përjetuar këto gjëra. Okej, po duhet të bësh pjesë e një bashkësie. Okej, në këtë nuk të kundërshtoj fare. Po flas, ti ndërton një djalë muskuloz, një djalë që je i palestrës, një djalë që ke bredhur gjithë botën, ke bërë fotografi gjithë Europën dhe krijon një imazh që ky njeri di. Ka parë. Kur e takon atë përballë, çuditesh thotë, ç'është ky? Ka zhgënjime të tilla, qoftë me djem, qoftë me vajzë, flas. Marrin shembull, ekrani i telefonit ose vetë telefoni u krijua për të ngushtuar distancat midis njerëzve. Megjithatë, objekti ishte për të lidhur vendosi mur brenda dhomës. Të paktën të rinj sot, është e vërtet. Shumë prej të rinjve harrojnë që ka një familje në shtëpi dhe harrojnë të shikojnë fytyrën. Mund të gjejnë vetëm zërin. Dhe zëri është një eko e cila vazhdon të përsëritet. Nuk kanë të kontakt me prindit që duhet të kenë të paktën. Kalon një kohë me prindit që duhet ta kalojnë. Ja fajin celularit? Është një nga arsyet, por edhe prindrit kanë një detyrë në këtë pjesë, nuk është janë komplet të pafajshëm. Në një kohë që edukimin e tyre e kanë besuar telefonit, normalisht edhe fëmia nuk ka se ku gjen burim tjetër. Po mirë, Elia, dëgjoj. Ti prindrit i ke intelektual të dy. Jo të gjithë e kanë fatin të kenë prindër intelektual të dy. Mund të kenë punëtor. Dhe nuk e di nëse ke në shoqërinë tënde shok apo shoqe që vijnë nga familje punëtorësh dhe nuk e kanë këtë luks, të themi, janë njerëz të thjeshtë, pa ndonjë arsim të lartë, por ata dinë dhe kanë edukuar fëmijë të shkëlqyer. Pavarësisht se nuk i kanë me shkollë të lartë, dhe ka nga ata që ti duhet të njohësh, që janë me shkollë të lartë prindrit, dhe fëmijët kanë marrë një rrugë që mos më keq, mos themi se çfarë bëjnë. Si mendon ti, çfarë ka luajtur rol tek ata? Dua të di mendimin tënd, i ri. Mendoj se të paktën në gjykimin tim. Në gjykimin tim, roli më i madh që i caktohet fëmijës vjen nga gjyshrit. Unë kam pasur fatin e madh që në një moshë shumë delikate, flasim nga 0 deri në 5-6 vjeç, kam pasur fatin që të rritem nga gjyshrit. Gjyshi im nuk është njëri që ka bërë të paktën shkollën e lartë, ka qenë shkolla e jetës kur më thoshta. Dhe shumë prej këshillave ose historive që ai tregonte nxjerrja shumë mesazhe. Dhe mesazhi ndryshonte nga viti në vit. Gjyshi asnjëherë nuk kishte mërzitjen për të ma përsëritur të njëjtën histori. Dhe unë sado që mund të mërzitesha, sepse mund ta kisha dëgjuar të një histori disa herë, çdo herë mund zgjerë një perceptim ndryshe, një mesazh ndryshe nga ajo histori. Janë mesazhe të jetës këto, janë më biologjike, mund të themi? Ç'na kujtove gjyshrit tash ti më. Nuk besoj se gjyshit ka qelluar ndonjë me plëm. Jo. Të ka ndëshkuar ndonjëherë? Jo. Ata biles mjalti.
Është More lere mjaltë atë diskuton të që thonë që më shbleta apo as gjyshja. ja. Dëshkimi më i madh që ke marrë në jetë nga gjyshrit ose nga prindrit? Nuk më mend ndonjëherë të paktën nga gjyshrit jo. Babai dhe mamaja të kanë dëshkuar ndonjëherë. Të paktën ndonjë qarë e madhe ka qenë ndonjëherë, po e shoqëruar me ndonjë. Si më të pastrit kur. Jo pra, them se mos ta bëjmë veten sterile, e tham atë. Pra, ke patur të ndëshkime. Ndëshkimet ke patur më shumë nga prindrit, jo nga gjyshit e Nga gjyshit. prindrit. Po, duhet të them tani, me këto kohrat që kanë ardhur, me këto kohra që ti kalon, ndihesh më mirë me shok apo shoqe që vinë nga familje disi të larta intelektualisht ose që kanë para, që ka njerëz, familje me të pasur, apo ndihesh mirë me ata djemë dhe vajza që vinë nga familje shtresës mesme, që nuk kanë atë tangrëllikun e të shiturit të rrobave, të makinave, të varseve, të unazave, të atleteve, të statusit të veshjes, e kam fjalë. Përpiqem që me njerëzit të cilët kanë miqësira ose dua të krijoj miqësira, të shikoj raportet ose relatat që ata kanë me mua, pavarësisht prejardhjes tyre. Nuk e shikoj njerëzit nga prejardhja. Një njeri mund të ketë një familje e cila me të vërtet vjen nga një klasë punëtore, e cila nuk ka pasur luksin e të pasur një jetë si gjithë të tjerët, gjithkohës ka qenë e detyruar për të punuar. Prindit e tyre të paktën nuk i kanë pasur tërkohës në shtëpi. Janë detyruar një pjesë e madhe në fakt që kanë ardhur nga rrethet dhe që prej gjimnazit kanë ndenjur nëpër konvikte. Është një tjetër realitet. Të jesh kaq një kohë me pak fjalë një kohë kaq të re larg prindërve normalisht krijon një realitet të ri dhe për fëmijët dhe për konceptin e njeriut. Megjithatë, të paktën në raport me mua, njerëzit kanë qenë ata që të paktën ata që kanë reaguar ashtu siç kanë qenë në të vërtetë. Një njeri i cili gjykon njerëzit mbi prejardhjen, mirëfilli nuk do që të krijojë miqësira me të tjerët, sepse miqësia është një koncept shumë i vështirë për t'u thënë. Të quash tjetrin mik nuk kupton që ke kaluar një kohë shumë të gjatë me të, ke ndarë eksperjenca me të, ke ndarë vuajtjes, shqetësimet, një pjesë të madhe të kohës tënde, që të quash mik, një mik që të krijojë besim. Megjithatë kjo do të thotë se do të krijosh dhe miqësira të tjera. Dhe për këtë arsye njerëzit s'janë përpjekur kur që t'i gjykojnë nga se vijnë. Por atë se çfarë shfaqin me mua. Të paktën çdo njeri këtë do të bëj. Nuk ka rëndësi sepse njerëzit mund të thonë mirëfilli ai është njeri i keq. Ajo është vajzë e keqe. Ai është njeri me prejardhje negative. Ai është fëmijë që ka një prejardhje pozitive, vjen nga një familje e mirë. Realisht ne nuk i njohim prindrit e askujt. Po, ju njihni vetëm moshtra që ka dalë prej tyre. Cila është gjëja më e kotë që mësoni në shkollë? Nga klasë e parë deri në të mesme, cila është për ty? Gjëja më e kotë që s'u duhet kur. S'do të duhet kur. Ka ndonjë lëndë, ka ndonjë gjë që s'ja vlen? Jo për mua vetvetiu, po në shkollë është bërë një koncept për fotosintezën. Është proces kimik i cili prodhon energji. Është procesi i jetës. Drita që bie te gjeti, realisht është i posur në mendjen e nxënësve që nga klasa e 3 e deri në vitet 2 të gjimnaz, sepse që është për të thyer disa herë, është i posur ai shumë sa më tregonte një shok, i thot mami çon në mëngjes ja bën, dhe i thot po pse o mami çfarë do bëj fotosintezën? Po, është i posur ai shumë. Të paktën për disa njerëz të cilët nuk kanë, ose më saktë është profili gjimnazi. Gjimnazi është profili i përgjithshëm, për të qenë real. Pra nuk është një profil i specifik për një degë të caktuar, të paktën në Shqipëri. Detyrimisht në gjithë ato koncepte një nxënës që do të shikoj kur biologjinë ose fizikën ose kimin ose matematikën, detyrohet vetvetiu për t'i bërë. Pra do të ngulisi diçka në mendje. Mendoj se i humb vlera këtyre gjërave. Okej, ju keni bërë pak lëndë mbi edukatën seksuale në klasën e 7, atë 8, atë 9, diçka të tillë. Edhe në vit të dytë, edhe në vit të tretë po ashtu. Keni bërë në vazhdimsi. Sipas jush, duhet të jetë më shumë më e hapur, të flitet më shumë për të, sepse duam është brenda identitetit njerëzor. Dhe unë shikoj njerëz që më vinë këtu, edhe të rritur, e kanë ngërç ose e kanë turp të flasin. Ndoshta ju për arsye mësimore dhe mund të flisni, por këtë bisedë që ju bëni në shkollë nuk e bëni në familje. Asnjë.
do jetë rast i jashtëzakonshëm, po të më thuash, po në familje diskutojmë. Unë do ta quaj rast i jashtëzakonshëm nëse është folur në familjen tuaj. Nuk flitet. Për mendimin tim, a duhet, dhe kështu e them, a duhet folur pak më shumë për atë, dhe mos të merremi shumë me fotosintezën apo me ndonjë tangent apo ndonjë sinus kosinus që na ka të vajtur prapa kurizit. Se mos më është dashur gjithë jetën, sinus kosinusi, nuk e di. Ndoshta mua po tjerëve po. Atyre për inxhinieri po. Për të thënë drejtën, mendoj se tek pjesa e edukatës seksuale është një sektor shumë i tiposur i shoqërisë shqiptare. Është zgjedhur për të qenë i tillë. Është zgjedhur. Nuk është zgjedhur, ta them pse, po janë disa relata kohore, të cilat njerëzit kanë pasur frikë për ta shfaqur, për ta folur. Se përfolja është një fjalë negative në shqip. Për ta folur, për ta diskutuar. E vetmi rast që ne kemi bërë në shkollë ka qenë në klasën e 8 dhe ka qenë një veprimtari jashtë mësimit. Ka qenë një program i bërë nga Ministria në atë vite, mund të ketë qenë rreth para 5 vitesh, diçka tillë, duke qenë se ishte dhe viti i cili dedikohej pjesës sensibilizimit dhe edukimit seksual për të rinjt. Ne ishim klasë 8, në kuptohet është një periudhë shumë decizive për njeriu, është prag adoleshenca, mos themi që sot klasë 8 janë adoleshent. Është e mirë menduar, flasim informimi, por informimi duhet të jetë për të kuptuar, jo vetëm për të dëgjuar. Nuk është e njëjtë që të shkosh në një mbledhje. Dhe kush e bën këtë lëndë, më fal? Mësuesi që s'kan orë për të plotësuar orët. E vërtet. Fatkeqësisht. Është njësoj si këshillimi i karrierës. Mësues të cilët nuk kanë pasur kurrë as kanë pat karrierë të tyre në jetën e tyre. E vetëm karrierë sa u bën mësues janë. Nuk po themi këtu që zhvlerësojmë pozicionin e mësuesit, por ai që duhet të jetë këshillues karriere, duhet të jetë një njeri i cili është i përfilizuar në atë fushë, ka një ori të caktuara. Dhe që ka plot njerëz që mund ta japin si cilën. Megjithatë, në shkolla gjithsesi zgjidhet një mësues i cili ka orë boshe dhe e caktojnë për si plotësojnë orët atje dhe bëj këto. Që është gjë shumë e keqe. E megjithatë për edukimin seksual, sepse aty është tema. Të pyesësh një njerëz shqiptar ose sa i mirë informuar është, do zgjidhë që të ndroj temën, ose do kthej faqen, ose do këtë një që zë reagoj pozitivisht. Në internet, do hapi të shikoj ato që mund të shikoj porno e ditë historitë të tjera, këto rrjetet e tjera çfarë bëjnë të njëjtë me shokë me shoqe në këto rrjete sociale që janë ato, kaq. Janë më të lirë, sigurisht, por edukat nuk kanë. Kulturë nuk kanë mbi atë që po bëjnë. Po e bëjnë me ndjeshmëri. Për të qenë. Për të qenë atje mos jetë dhe duhet të mburret para shokëve dhe para shoqeve, se unë kam njëjtur këtë, kam bërë këtë. Edhe është vërtet në fakt se një pjesë e atyre të paktën, se mund të themi që janë në një lidhje, të paktën të brezëri, nuk është se lidhja e mirëfilli është një problematikë që e kam bërë të paktën. Duan të mburren te të tjerët, shikoj se unë kam të dashur. Pikërisht, atë po them. Pra, vetë momenti që ti do të dukesh, kjo e bën jo të sinqertë atë marrëdhënie që ti ke. Po ja që duhet ajo shkret. Ase të diskutim që duhet. Por ti nguron, ti thuash atyre të shtëpisë, shikoj unë se kam njëjtur këtë, ka dhe të tjerë që spyesin, shoqja ime kjo do vinë në shtëpi, kjo pritet vëlla djalë, jo këtu që i ka fare nga shtëpia. Ka dhe të tillë të rinj. Ka rast. Ka lloj plot. Po në përgjithësi nuk flitet. Dhe kjo krijon ato historitë e tjera, pastaj problematika që do të marrin kënaqësi në rrugë të tjera, do marrin drejt narkotikëve, historive të tjera. Dakord, por a ndihet ajo të shokët e ata miq thotë, ne jemi rritur kot, jemi brez i humbur, ne nuk dimë çfarë ka, çdo gjë është kot, ne do i ikim, nuk rrihet në Shqipëri, këtu s'ka asgjë, këtu na kanë veremosur, këtu na kanë katranosur, këtu kanë gjithë këto historira të tjera. Ndihet kjo fryma apo vjen si oshtim, vjen si jehon në vesh e tyre, do ikim. Është një problematike madhe që shfaqet tek të paktën te brezi im, flasim që janë 18, 19 vjeç, 17 vjeç, ja po themi dhe 20 vjeç. Është ndonjëherë dhe ata vetë nuk e kuptojnë se çfarë po kërkojnë. Faji familjes apo faji tyre, apo i shkollës. Për te faji duhet të gjejmë konkluzionet. Duhet të analizojmë konkluzionin. Konkluzjoni mirë, po ne duhet të gjejmë nga fillon kjo e çfarë. Për te të qenit fajtor, duhet të jemi përgjegjës, të ndihemi përgjegjës. Gjithkush duhet të ndjejë peshën e vet.
Është shumë e lehtë që të drejtojmë gishtin tek një pikë e caktuar dhe themi ajo është fajtore për këtë gjë, por duke anashkaluar gjithë faktorët e tjerë. Pra ne kështu rrezikojmë që duke fokusuar vetëm në një sektor, rrezikojmë që ta agravojmë sektorët e tjerë. Pra ti po thuhet të mbajmë përgjegjësi personale për zgjedhjet e për të gjitha? Duhet të ketë një përgjegjësi personale. Por nëse nuk e kemi atë aftësi? S'është aftësi, është një gjë që mësohet, një gjë që induktohet. Ja. E di pse ta them këtë. Sepse sot ka psikolog dhe sociolog që mund të ndihmojnë, të ndikojnë tek të rinj, për shkakun që nuk mund të zgjedhin dot veten e tyre se ku do të studiojnë. Sesa të merresh, shiko se djali filankës bëri këtë shkollë dhe gjeti punë, bravo qoftë, e mbajtën në Gjermani, e mbajtën atje, e mbajtën në Angli, e mbajtën në Amerikë. Do të thënë, marrin për shembull dikë që ti je s'lidh asgjë me atë. Do vesh atje të studiosh. Po, atje mos e diskuto, do bësh këtë. Po pse shumë mirë janë, çka, një të mirat janë. Mos harrojmë që po futet inteligjenca artificiale. Dhe them që nëse jemi në një turbullir, do të jemi në një shkretë të tillë tashmë. Njerëzit të rinj, sidomos, nga të studimet, nga ato që kam lexuar, për ata që kanë lindur nga 90-ta, jo më këtej, po nga 90-ta, jo nga 2000-shi, e derisa dalin në pension, do të ndrojnë 5 herë profesionin e tyre. Prandaj përgatitu dhe ti. Po, janë disa profesione që do të shtuken, do të vinë të tjera, e të tjera, e të tjera. Pra po futemi në një epokë shumë të rëndësishme të njerëzimit. Dhe unë kështu e shikoj, që duhet të konsultohen me specialistë të cilët kanë aftësi, janë trajnuar të gjejnë elementet, pikat e tua të forta dhe pikat e tua të dobta, për të zgjedhur dhe për të shkuar përpara. Jo, e vërtetë është. Po fatkeqësisht që të gjithë njerëzit e kanë këtë akses. Nuk e kanë. Të paktën ajo që do të thosha unë, njeriu herët avon do e kuptoj. Herët avon. Mund të jetë 70 vjeç dhe ta kuptoj. Është vonë, por ama do vi dita, do vi një orë e caktuar që ai do të dërgjegjësohet mbi atë që çfarë ka bërë. Ndoshta edhe kurr. Po. Ndoshta nuk do ta shpërfaqë, ndoshta e ka kuptuar, por nuk do që ta pranoj. Shiko se çfarë të bëjmë. Ndoshta prindrit, shoqëria s'ka rëndësi, të thonë do studiosh këtu. Dhe vetë ti harxhon jetën tënde, kohën tënde, rinin tënde me atë shkollë, përpiqesh, merr atë diplomë, dhe në jetë. S'është kjo. Nuk është kjo që dua unë. Kam raste, nuk është kjo. Dhe i kam ndihmuar të kthejnë tjetër drejtim të ven atje ku duhet të ven, atë që nuk ja dha prindrit. Për fat të mirë kemi shumë libra, kemi shumë studime që i ndihmojnë njerëzit të shkojnë në atë rrugë. Unë nuk do të dëshiroja që ti tani që s'ke për akoma në anijën tënde të parë, që do të lundrosh në vende të tjera, të kesh zhgënjime. Por është jeta që i bën shkënjimet, nuk i bën ti. Nuk i zgjedhim ne, na zgjedh ajo. Dhe nuk e di se sa do të ndikojnë në jetën tënde këto. Ti mendon që mund të përplasesh, je i aftë? Po pati det duke dhe dallk. Po sigurisht. Nuk është se përsaktojmë ne mund të përsaktojmë se nga frynera, po era pas ta përsaktojmë ne e ka bërë atë akt. Ne thjesht shikojmë pasojën, nga i këmbëla. Po, por ne duhet të mbajmë timonin, mos na ikë vela nga s'duhet. Është dhe kjo. Duhet të jemi atje. Është dhe kjo. Shpresoj që të ruaj atë identitetin tim, ose të paktën të kem fuqinë për të ruajtur sadopak nga Eliosi që jam. Dhe cila është ajo që do të mbaj ty? Ajo që do mbaj mua. Të studiosh, këtë ke në dorë, seriozitet me atë dhe të arrish aty ku duhet. Elios, unë të falenderoj shumë që të kisha këtu sot. Është shumë kënaqësi. Urimin do ta bëj shqipa, do ta bëj greqisht. Si ta ndjesh? Kali epitihia. Efrestopoli. Suksese në shkollë, realizofsh ato ëndrat e tua. Unë do ta bëj atë letrën, do ta shkruaj, do ta mbyll dhe do ta mbyll këtu, nuk ta jap, dhe do shkruaj Eliosi do bëhet kështu. Dhe do ta hapim, mbaj mend. Jemi në vitin 2025, do të hapim në vitin 2035. Na dhënë Zoti shëndet, mua se ty të diskutohet, dhe do të hapim. Amin. Do vish në podcast në 2035 këtu. Patjetër. Miq, duke falendëruar edhe Eliosin, duke falendëruar edhe juve, këtu po e mbyllim këtë podcast.
duke shpresuar të na ndiqni në podcastet e tjera. Mirupafshim.